Shkojmë në mal me babin të mbledhim becgë, disa e thonë në sherebel, nejse është kjo bima të cilën mund ta përdorim për shumë gjëra, zakonisht e zijim bashkë me çajin edhe, që e përdorim kur kemi kollë, kur jemi sëmurë edhe e përdorim. Tani siç mund të shikoni, u zgjuam shumë shpejt në mëngjes, që edhe të shkojmë të ecim, por edhe të mos na zër vapa, se po të bjerë vapa pastaj ja nuk mbledh dot as edhe një gjë. Neve shkom të mbledhim shumë pakës, se na duhej vetëm sa për të kaluar dimrin, edhe përdoret nga 1-2 fije, nuk përdoret në shumicë, se pastaj mund të ketë edhe rezultatet e kundërta. Këtu janë gorica që po u tregoj, e keni dëgjuar shprehjen ç'a do ham gorica, ja, këto janë gorica, janë si darë të egra, e vetëm që nuk janë bërë akoma. Po kur bëhen janë shumë të shijshme. Tani këtu po pret babi becgën, thuani si të doni juve. Përpiqemi që ta marrim një çik lart të mos jetë tek rruga, se te rruga zakonisht kalojnë makinat edhe mund të mbushet me tymë. Ndaja edhe duhet një çik lart në mal, por nuk çoni dot shumë lart në mal, hajde atje te fundi malit. E mlodhëm edhe becgën siç mund të shikoni për si vjet. Pasi e mbledhim, pastaj i heqim këto barat e tepërta që mund të ketë, barin e tepërt, edhe pastaj do ta vendosim që të thahet. E përdorim për dimër siç u thashëm. Po tregoj të gjithë këtu edhe bukuritë e vendit, baktitë që dolën të shkojnë të kullosin, malet, fushat e bukura që ka Shqipëria. Rrugët na mungojnë akoma, po le të shpresojmë që avash do na bëhen. Erdhëm në shtëpi. Ciao.